Pika turistike e Shirokës së shpejti do të ketë rrjetin e saj ujësjellës, pasi deri më tani banorët e kësaj zone e sigurojnë ujin e pijshëm vetëm nëpërmjet puseve. Është drejtori ndërmarrjes ujësjellës kanalizime Shkodër, Mark Molla, që konfirmon një fakt të tillë. Ndërsa për sa i përket Velipojës, edhe pse akoma ujësjellësi nuk ka kaluar nën administrimin e ndërmarrjes qytet, për drejtorin Molla e rëndësishme është furnizimi i banorëve me ujë. Shiroka nuk furnizohet me ujë të pijshëm nga ujësjellësi. Realisht nuk ka ujësjellës. Ata furnizohen me shpime të tyne, me shpime në mënyrë private. Shumë shpejt edhe Shiroka do të ketë ujësjellës. Kjo është në planin e ujësjellësit të Shkodrës dhe të drejtorisë përgjithshme të ujësjellës kanalizime, po punohet atje, qoftë me projektin për ta shpërndarë atë ujë, se aty ka qenë një ujësjellës i vjetër që shumë shpejt do vjen në eficiencë dhe Shiroka do të ketë. Zogajt kanë ujësjellës, ka qenë në administrimin e ujësjellësit fshat, ndërsa për Velipojën ne s'kena informacion se ala se kena marrë ndërzim. Deri në fund të këtij viti, i gjithë ujësjellësi fshat do të kalojnë në administrimin e ujësjellës qytet, por deri më tani, gjatë inventarizimit, drejtori Molla pohon se gjendja e rrjetit rezulton shumë problematike. Për sa i përket fshatit, aty ku ka ujësjellës, se ne jemi atu munu me i vënë eficiencë ashtu siç janë, diku të mirë, diku me probleme, dhe do mundohena që gjithë fshatnat më mulu në të ardhme me ujësjellës ose me shërbimin e ujësjellës kanalizimet. Përgjithësi, ujësjellësat kudo që janë, edhe qytetit ka probleme, edhe problematika mjaft. Por që ujësjellësi i fshatit normalisht që ka problematika më shumë se sa ujësjellësi i qytetit. Kjo dihet edhe për fondet, mungesën e fondeve që ka pas, edhe për ujësjellësat që janë bërë, domethënë, me kapacitete më të vegjël edhe në kushte më të vështira punet. Në bazë të vendimit të qeverisë të datës 27 janar të këtij viti, përcaktohet mënyra se si do të bëhet shkrirja e këtyre dy ndërmarrjeve në një të vetme. Megjithatë, kjo periudhë ku ujësjellësi i fshatit të shpron pa zot, sidomos për zonat turistike, paraqitet mjaft penalizuese, pasi problemet për furnizimin me ujë janë të shumta.